Ish-uzina autotraktorëve do të vihet në funksion të industrisë ushtarake për prodhimin e uniformave dhe montimin e mjeteve të blinduara, transportuesve të artillerisë, zjarrfiksëve dhe autoambulancave. Projekti u prezantua nga vetë Kryetari Socialist Edi Rama. Bëhet fjalë për një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv për forcat tona të armatosura, për ekonominë tonë kombëtare edhe për komunitetin këtu, ku synimi ynë është që të ndërtojmë një rrjet të plot të prodhimit në vend për nevojat e forcave tona të armatosura, për nevojat e forcave tona të policisë, për nevojat e forcave tona zjarrfikse, por edhe për eksport. Më herët në ambientin e QSUT-s, Rama mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së partenaritetit strategjik me qendrën spitalore universitare të ekselencës europiane San Rafaele. Ne duam të transformojmë edhe Universitetin e Meksikës dhe duat ta theksoj që në të dyja këto bashkëpunime, që në fakt janë pjesë të njëjtës marrëveshje, synimi nuk është thjesht që të kemi një partner më shumë ndër shumë partnerë që kemi. Deri në 2030, nga njëra anë qendra spitalore universitare të pësoj eksaktësisht atë transformim që grupi i San Rafaeles ka sjell në Poloni, duke u përfshirë drejt për drejt në të gjitha proceset. Rama shpreh optimizëm për zhvillimin e qendrës spitalore, duke u shprehur se synohet të kthehet në pikë referimi për gjithë Ballkanin perëndimor.